E ardhmi Ernest Moçi do të jetë Beşiktashi të paktën edhe për sezonin e ardhshëm. Ky është vendimi disi i papritur për sulmuesin shqiptar, i cili duket se do të mbetet pjesë e skuadrës turke që synon të kthehet përsëri në pretendente për titull në edicionin e ardhshëm. Klubi turk mendoi se do të largonte Moçin gjatë merkatos së verës, pas kritikave për paraqitjen e tij në edicionin aktual ku pretendoi se nuk ishte qenë në lartësinë e duhur. Por sipas mediave turke, gjithçka ka ndryshuar në ditët e fundit fal insistimit të Ole Gunnar Solskjaer. Trajneri norvegjez mendon se Moçi mbetet një element i rëndësishëm për lojën e skuadrës së tij, ndaj ka bërë të qartë klubit se nuk dëshiron largimin e futbollistit gjatë verës. Kësaj, porti drejtuesi i Beşiktaşit ka vendosur që të mos e largojë lojtarin shqiptar. Situata mund të ndryshojë vetëm në rast se Beşiktashi marrë oferta prej 10 milion eurosh apo më shumë për lojtarin kuqezi. Kjo është shifra që shpenzuan për ta blerë nga Legia e Varshavës dhe përballë një shume të tillë do të ishte vështirë të thuhej jo për lojtarin i cili nuk dihet ende nëse do të jetë titullar në sezonin e radhës apo rezerv luksi në planet e Solskjaer.